Kaptere. Ja, këtu jam kësheshi gjërimit. Kaptere oma, ike. Ike, ta prishin Terezin, ha? Ike, e le kopshin vetën. Gjo këtu. Dashur miq. Ju përshëndes. Po ngjosha këtë braçën. Ushtarin e kapterit. Braçën ona? Mirë. E. Po ti je i mirë, çfarë do të nga rrosh me këtë punë? Ti je alemet burri. Gjo tash, braçja thot, në parlament thot braçja që institucionet nuk kthejnë përgjigje. Kështu thot braçja në parlament. Edhe ankohet qanë në parlament. Kurse sot ke Carlo Bollino tha që ne kemi institucionet të shëndosha, çdoni në shesh. Tashi braçja do na thushi gjë. Ajo e para është e vërtet apo kjo e dyta? Pres përgjigje. Dashur miq. Ja, om që zemë. Shimi qikëtu. Albania forever. Ne, do vinë ato eurodeputete sotë? Gjoni këtu. I këshill kështu shoqërore, një këshill shoqërore. Më falni, ha? Tani një këshill. Ju lutem shumë. Protesta, ju lutem shumë. Mos shkoni në për studie televizive. Mos glorifikoni këto analistat, sepse kur i shkoni ju aty, ju i glorifikoni ato, i jepni vlerë këtyne analistave, këtyne instruktorëve të partisë. Plus që këto e kanë urdhën nga fuga, që të marri nga protesta, t'i fusi aty në banaqe televizive, edhe të rrutullojnë ato të bëjnë kështu lavatriçe, sepse ato me ato punë merren. Kuptot, bojkotojni mediat. Ju lutem mos dilni më në media. Keni media sa doni, hapni telefonin edhe ke algoritmi. Si fillim. E pastaj tashi duke ardhur e duke u pjek. S'funksionon kjo, fut këtë fishën tjetër. Që kështu e keni parasysh vetë. Tani do mblidhemi këtu. Kapter, tu ke shesh gjërime, që sa bukur, e. Po qa, si vdiqja fare unë s'kisha shesh gjërimi këtu. Edhe shqy që mbon shesh gjërimi. Shaj këto, sa më shumë i shati protestuesët, to më të madhe bëjnë sheshin e gjërimit. Edhe shqy që jeti, unë kisha, sa vjetë kisha, unë sigur erdhe nga Suedia. Bame, bume, as i shesh gjërimi. Do t'i që na i mërzit e gjithë shqiptarët tje, na e bon e shesh gjërimit, bulevardi komplet, dëshmor të kondit, shesh gjërimi dhe edhe studio gjërimi këtu. Hajde, tani këtë video tjetër do flasi një njeri nderuar, edhe ta ndërpresim tash dhe ta fillojmë nga fillimi. Hajde, ju përqafoj. Përshëndetje nga sheshi Shqipëria Re. Do pyesim zotin Mithat Avari, ish drejtori i policisë Tiranës, edhe emblem. Do ta pyesim për punën e Akademisë të Sigurisë, si ka mundësi që në këtë kohë, vetëm këtë kohë, domethënë helmohen policat që janë në shkollë apo janë pas helmuar edhe më përpara. Përshëndetje, zotë Avari. Përshëndetje. Vazhdo flit. Jam të rënditur shumë, në fakt
që këto 3 vitet e fundit, studentë Akademisë së Renit apo dhe oficerë helmohen nga ushqimi në akademi që quajnë paketuar. I ka parë makinacionet e shtetit të Ministrisë Brendshme e përfshirë direkt në të situatë, nuk kërkon të zbardhet në mënyrë transparente, arsyeja pse, cili shkaku që ata helmohen, se nuk është një, janë 60, janë 80, janë 30, është e treta herë. Pastaj ajo që më përshtypje, nuk ka diferencim në ushqim, ç'është kjo? Oficerat konsumojnë ushqim cilësor dhe studentët që do bëhen nesër oficera konsumojnë ushqim jo cilësor, helmohen. Që këtu fillon skandali, mos e në turpi madh. Zoti Lamallari, Ministri i Brendshme i ri, duhet të bëjë me dieni se dikur, kur unë kam marrë detyrën në vitin 92, të gjitha drejtoritë e policisë së qarqeve kanë patur kuzhinë, restorant dhe kuzhinjer. Ushqeshin pas, shëndetshëm. Sigurisht dhe atëre makinacione bënin këta magazinjerët hajdut të kohës komuniste. Ajo ndërpret për një arsye, për të ushqyer korrupsionin, miq të tarafin e tyre. Dhe u çon ushqim të paketuar, është skandal. Zoti Lamallari, është skandal. Duhet i thuash ti që e ke aty shef, se nuk dënjoj ti përmend emrin, se thyej personalitetin tim, që të rikthehen në kuzhinën, në drejtoritë e policisë qartë, kudo, se sot ka plot shqyqyr zoti, makarone, orise, mishe. Prap do vjetën ta që bëjnë tendera. Po urojmë që të fitoj gjeneratë e re, Shqipëria e re, e të ndalen përfundimisht historitë e vjedhjeve, e të grabitjeve, në kurisë të studentë që i elmojnë djetë të nënave. Unë kam të mikun tim dhe ky ka për analizë me djali, dhe ka dalë me salmonell, të tjerët jo, i qarkullojnë. Edhe pas asaj grua, sigurisht është një person tjetër që ka qenë dikur zëvendësministër, është dënuar për korrupsion, ka bërë burg. Pa përmendur emra. Si ka mundësi, si se heqin dorë. Si nuk heqin dorë nga linjat e korrupsionit dhe të hajdutëve të këtij vendi, çfarë presin? Helmojnë fëmijët, janë të pafajshëm. Çfarë duan ata? Duan të bëhet atje revolucion. Ata që kanë fëmijët atje të shkojnë atje të tunin dhe madhe, të vi turp, që studentët është e treta herë që helmohen. Nuk është një rast, nuk është një individ. Është shumatore, pa le ku filluan pretekstet, jo po e kanë bërë se s'donin të shkojnë në provim. Janë gjëra shumë neverishme. Nuk ndodh në asnjë vend të botës, si ka mundësi ky vend, si ka mundësi që ky vend është ka ta nisë këtu morti zoti Lamallari. Do të ngrihesh, të ngrihesh edhe kështu si një rinjë, si individ. Mos e dëgjoj më këtë më, po thuaj situata shumë e rëndë. I gjej pretekste, jo s'keni larë duart, po mund të hash me ndodh 1 në 1000, nuk ndodh që të mos lash duart dhe të zot ty e të smur. Ajo është direkt është ushqimi helmuar. Helmohet ushqimi që kur i marrin atë s'ka duara dhe u japin fakirëve, djemët atje. Me salmonell, kësa radhë është dokumentuar, s'ka të shpesht. Është turpi ma, është skandal. Urgjent duhet të kthehen në kuzhinë. Të kthehen siç kanë qenë. Aty kanë marrë përgjegjësi pastaj, ndryshon e sapi, ham një ushqim të freskët. Pastaj po i them një gjë shumë serioze. Policia e shtetit me rroga minimale. Nuk kanë mundësi vinë pa ushqyer dhe nga shtëpia. Pak të kthehen aty, han një pjatë pilave dhe një qofte. E shkojnë në shërbim. Duhet bërë urgjent kjo punë. Nuk kemi ne standardet e Bashkimit Evropian që dihet çfarë përgjegjësish kanë ata. Ku shkon mendja atyre të përfitojnë nga ushqimi studentëve e oficerëve. Lere pastaj të bëjnë diferencim. Është njësoj që të bësh diferencim me fëmijën. Që babai nëna të ushqen mirë dhe fëmijët të ushqen keq. Kështu është ajo. Ushqimi është i njëjtë, duhet të jenë të njëjtë, pa diferencime. Janë absurditete, janë gjëra shumë të rënda, shumë të turpshme. Nëse më dëgjojnë, sigurisht absurdisht e ke autoritetin se të trëmbë kështu pa u futur të zyrë, se e njohur atë. Tani situata e rënda është bërë, e ka plotësuar konfiguracionin e diktatorit. S'ka qa autokrat është fjale e ëmbël shumë, e laston si me tha. Diktator di bëjnë të punë.
Kjo është arsyeja. Do të kthehen urgjent bencat, restorantet, moderne t'i bëjnë, se janë gjitha mundësit sot. Gjitha lekët e vjetra, ballukut me shok, miliona euro të grabitura nga populli. Që të motivohet oficerit, motivohet polici kur shën shërbim. Edhe mos paguajnë me çmim, po t'i bëjnë në kështu, t'i bëjnë skonto. Ushqimeve. Mos flasin për të tjerat. Për uniformë që kanë skandal. Është fundi më i fundit në Ballkan, se aty Albin Kurti i Dinanës, se është kampione e strukturës policore në Ballkan, që i ndihmojnë për shtëpia, i japin mundësira, lehtësira, të formojnë familje të reja. Sepse si sarsh një natë kam informacione, djemë të ri kanë vetë sakrifikuar jetën, oficera, shkërën të familje. Me to rroga skandaloze që marrin. Edhe ky na tregon botën, na tregon edhe librat e tij, gigant, ato mashtrimet. Kjo se kam bërë unë, jo ta firmën unë. Se është bërë si Mussolini, do të lërë gjumë, do të lërë epokë. Me atë Godzilla atje mes Tiranës, që kur vi kjo Shqipëri e re, gjenerat e re, ta shkallmojnë atë, të japin lekët atij pronari që ka, të marrin ata i pyesin. Edhe spaku edhe të hetoj, se janë këto offshore, e kuptoni, offshore do më të e bregut, që s'ma përgjegjësime i tjarë, e bën në det, ande nga Hollanda, që fitojnë gjithë një ajo studi holandeze, si është e mundur, që s'fitojnë të tjerë, që këtu lind dyshimi, janë zhytur keq fare. Shumë zotërit, mua më vjen shumë keq për ata studentë, dhe uroj që të shorohen sa më shpejt, të shkojnë në shtëpitë e tyre. Edhe familjet të marrin masa, ty japin ushqime vete, në shtëpi, mamat e tyre. Mos ushqehen më në restoran, në mënyrë absolute, të largohen urgjentisht, se s'është një rast, nuk është një shkëputur. Janë me 6 jetë, 5 jetë, vazhdojnë akoma janë smur me harmoni. Vazhdojnë atë në spital akoma. Ndaj, kjo është si të është një mënyrë pronësimi im për këtë situatë kaq të rëndë të uniformave blu. Shumë faleminderit. Shkënaqësi. Faleminderit. Ja ku jemi ke shesh, tash po bit. Erdhi lumi. Nëse është edhe një fjali tjetër, një rim që ka bashkuar këtë protest, ka qenë fjalia që e goditi mund grusht, mund zemër gjithë sistemin e vjetër. Rama Burg Berisha! 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 Raman Burg Berisha! Raman Burg Berisha! Raman Burg Berisha! Kjo lëvizje i ka dhënë goditje sigurisht establishmentit politik, i ka dhënë oligarkisë ekonomike, mediave të kapurave, edhe ndërkombëtarëve që kanë heshtur dhe kanë mbajtur të palaqon pushtet. Kam plasin që fjallën t'ja jap një prej gazetarëve që kanë mbështetur prej fillim të protest
dhe ka qëndruar kranesh si qytetar edhe si gazetar. Përshëndetje të gjithë shqiptarëve, unë sot këtu jam me një simbolik, me një bidon me ujë, është poshtë, dhe sot dua t'i kthej një përgjigje të gjithë atyre që pyesin pse vini në protestë. A ju kujton që shpreha erdhi ujë selitës, ujë selita. Ne kemi 36 vite që predhim me bidona në përduar për të pëshuroj. Vendi i dytë në Bashkimin Evropian për Resurset Ujore, sot predh akoma me bidonat në përduar për të pëshuroj. Imagjinoni sa të paaft janë kjo kast politike për siguruar gjërat esenciale. Pas 36 vitesh, ne flasim mende për ujin e pishëm. Dhe jam I sigur që edhe për 36 vite tjera, ne do t'jemi në të njëjtin nivel bisede. Do t'flasim ende për ujin e pishëm nëse vazhdojmë me këtë kast politike. Prandaj është shumë e rëndësishme që t'i themi mjaft vonë dhe t'i largojmë të gjithë ta që I kanë pirë gjakun t'i kombi për 35 vjet, 36 vjet, duke mos... Prandaj kam një mesazh të fundit, sepse nuk dua të zgjatem shumë dhe doja ta ulja në nivel bazik bisedën sot dhe mos merresha me teknikalitetin siç duan ta marrin për justifikuar që nuk na kanë garantuar ende ujin e pishëm për 36 vitesh. Kam një mesazh për të gjithë. Nuk shitet gjaku jon, gjaku I dëshmorëve, flamuri për një rrogë. Ndoshta do ta keni një plak më shumë në tavolin, ndoshta do të keni një makinë më të mirë, ndoshta do të keni veshje më të mira, por asgjë nuk ka kuptim nëse nuk keni identitet. Dhe një mesazh të fundit, këtu ndahet historia. Nëse fëmijët tanë do jenë mysmeqar të botës apo qytetar të botës. Dhe sheshi këtu do e përcaktoj. Dhe një përgjigje të fundit për gjithë ata që pyesin se kur do të përfundojnë protestat. Protestat do të përfundojnë kur të jetojmë ne këtu. Faleminderit gjithë. Këti pushteti ka pasur shumë teknicien që I kanë shërbyer, po ka pasur edhe prej atyre që kanë rezistuar. Ndaj ky dhe librin The Albanian Files, ose ndryshe The Albanian Crimes, e ka bërë me arkitektët e huaj. Sepse ato kanë qenë bashkëpunëtorët e tij për ta shkatruar këtë vend. Para se fjalën t'ja jap një arkitekti, dua që të shikoni nga Universiteti Politeknik, sepse studentët kanë një mesazh për ne. Studentët nuk ja thani kur Romës, studentët nuk harrojnë. Pari nuk ka Shqipëri! Ju erdhi fundi! Ju erdhi fundi! Ju erdhi fundi! Ju erdhi fundi! Kërkon një tuaj tokitje dhe provoritje të madhe për studentët tanë! Ju erdhi fundi! Ju erdhi fundi! Duhet qomi pak të ndërët e Politekniku! Ju erdhi fundi! Ju erdhi fundi!
Presidenti Shërbes të Vëndi! Parini nuk ka Shqipëri! Parini nuk ka Shqipëri! Parini nuk ka Shqipëri! Vetëm para 7 vite shkuroni sa student në Universitetin e Tiranës, në gjithë universitetet kishte rreth 140.000 student, ndërsa sot nuk ka më shumë se 70.000. A e kuptoni çfarë kam për këtij vendi? Tur. Shumica sot as nuk i zgjelin fare universitetet shqiptare, qofshin publike apo private. Ata kanë zgjedhur që t'ikin që në moshën 18 vjeçare. Kjo është kriminale! Më lajmërojnë që policia po tenton t'ju heqë banderolën studentëve. Ju themi edhe atyre, ju erdhi fundi! Ju erdhi fundi! Do jetë tentativat të shpëruara. Shikojeni çfarë do. Ju erdhi fundi! Dorheqje! Një grup prej nesh po ikin të banderolën, nuk ka problem. Protesta vazhdon, një grup në tiki të vinë bashkë me studentët tu. Protesta ne të vazhdoj. Ne do t'jemi këtu, derisa e Tirana po s'ja këtu. Dorheqje! Dorheqje! Si që thamë edhe njerë, thjesht policia ka shkuar t'ju heq banderolën që thohet qartë që po i vjen fundi i kësaj kaste politike. Studentët janë pararoja e kësaj proteste. Ata janë shpirti i kësaj proteste. Si që kemi thënë, Parini nuk ka Shqipëri. 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 Revolucion! 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 Ne njerëzit, keni një mesazh për këtë parlament e për të 140 hajdutët që kemi aty brenda. Duam anullimin e ligjit 21/2024. Tani, që t'ja u japim të mesazh edhe miqve, eurodeputet në një gjuhë që ata e kuptojnë. Do të më fali, po do e bëj këtë mesazh në anglisht për ta. To our friends from the European Parliament, imagine a law that allowed private development inside protected natural areas in Spain. Imagine a law that opened the door to construction inside protected landscapes in Germany. Imagine a law that treated environmental protection as an obstacle instead of a responsibility. Would that be accepted? Would it be celebrated as progress? Of course not. So why is it accepted in Albania? Why is the government that claims to be walking towards the European Union moving in the opposite direction of the European environmental values? We, the people, do not accept that our mountains, forests,
rivers, and coastlines are treated as private assets for political interests. We, the people, understand that protected areas are not a gift from politicians. They are a legacy we inherited as a responsibility that we must pass on. We, the people, are asking a simple question. If these areas deserve protection in Europe, why do they deserve less protection in Albania? We are not standing here because we are against development. We are standing here because development without limits is destruction. We are standing here because European integration is not only about opening chapters and signing documents. It is about respecting the principles that those documents represent. And today, we, the people, ask Europe to hear our voice, not because Albania belongs to politicians. Albania belongs to its citizens, to its future generations, and to the natural heritage that no government has the moral right to sell. Njerëzit kërkojnë anullimin e ligjit 21/2024. Njerëzit kërkojnë anullimin e ligjit 55/2015. Njerëzit kërkojnë anullimin e ligjit 20/2025. Njerëzit deri në fund do të bëjnë revolucion! 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 A dini se policisë shtetit sipas ligjeve të Shqipërisë nuk i lejohet të hyjnë në ambiente të universiteteve. Është kategorikisht e ndaluar. I bëjnë thirrje se cilit polic që është futur në ambientet universitare, që do të mbajë përgjegjësi para ligjit dhe do të humbas fondin e punës për shkak të urdhit pa drejt. I themi gjithë policëve të ndershëm të vendi të mos bëhen mish për top për shkak të urdhrave që japin e brojtë të tyre. Policia e shtetit ka vite që nuk është më policia e qytetarëve, është policia e pushtetit, është policia e oligarkisë, është policia e krimit organizuar. Policia e krimit! 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 E imagjinoni sot njëri prej policëve mund ketë marrë thjesht një urdhër në telefon që duhet shkojë te universiteti. Ai nuk e di se nuk i lejohet që të shkojë brenda ambienteve universitare. Kjo është e papranueshme. Ky është provokimi i hapur ndaj studentëve dhe ndaj protestuesve. Pikërisht sot, kur jo më pak se 5 përfaqësues nga Parlamenti Evropian kanë ardhur këtu për të mbështetur protestën. Duket se kryeministri dhe qeveria është futur në krizë e nuk di më se çfarë po bën. Kur flasim për arritin e protestës, kjo është një ndër to. I kemi futur në krizë, nuk janë më të vetëdijshëm se çfarë po bëjnë. Ata po merren personalisht me secilin prej nesh dhe nuk po merren me ato çfarë ne kërkojmë.
jemi këtu për t'i thënë gjithkuj se ato që ne kërkojmë janë më të rëndësishme se secili prej nesh. E ne nuk do të largohemi derisa të kemi tërheqjen e kryeministrit. Si shtash edhe më parë, libri dhe The Albanian Files duhet jetë The Albanian Crimes. Ajo është krimi që do bëhet ndaj shqiptarëve dhe për atë libër më besoni Edi Rama do përmundojnë punë. Por ato kemi një arkitekt që do të thënë. Mendoj që reagimet ngacmuese që ekzistojnë sikur këto kundër studentëve, sikur me policinë, sikur me fjalë që rrëshqasin nga përfaqësues politik, mendoj se janë shenja të momentit fundit të një regjimi i cili është në falje e sipër dhe është momentet e fundit. Megjithatë, si arkitekt desha me ndonjë dy fjalë për kryetarin tonë. Edhe ne si arkitekt, një gjë që na ka mësuar protesta me urtësinë e pamatë të popullit është se jo vetëm infrastruktura kryesore rrugore e realizuar 10 vitet e fundit siç e keni parë ka shtar, jo vetëm projekti politik ekonomik i fshehur pas turizmit, e në fakt i përshëndruar të ndërtimi ka shkar gjithashtu, por edhe ne si projektues të qytetit, ndërtues të mirës publike, kishim shkar. Këto në fakt në banin me kuptu protesta. Shkarja jonë si projektues ka ndodhur në 3 nivelet kryesore. Në nivelin e vizionit, në vend se të shërbejmë qytetit dhe shoqërisë, kemi mbetur të përthyer veprasit në shërbim të ambicjeve të çmendurave të personave të pushtetshëm të kohës, të cilët sot janë kryesisht lidhur ngushtë e krimit. Në planin personal që kemi shkar, mund të them se edhe pse jemi sektori ndërmjetëdhënësor dhe zhvillues në ekonomi, që citohet edhe nga programet qeverisë, edhe nga statistikat, jemi përsëri, ne si arkitektë kam fjalën, jemi përsëri punëtorët më të keq paguar të zyrave në punën tonë. Në planin shoqëror, që është plani 3, puna jonë krijuese është reduktuar vetëm në plotësim dokumentesh të projekteve që na vijnë gati për zbatim nga jashtë vendit. Prandaj mendoj që populli jonë i urt me të drejtë të rreth anullo projekti. Bravo! Nga pikpamja ekonomike, shkurtimisht jo thët çdo ekonomisht, po nga pikpamja ekonomike, projekte që janë bërë për zonat natyrore tona nuk kanë ndonjë dobi as ekonomike, as integruse as për vendin tonë. Në thelb, ai është një projekt ndërtimi, nuk është projekt turizmi. Do ndërtohen banesa, të cilat të shiten si të tilla, pretendohet me ushqim ujve, neve ndarkohen na hiqen pasuria natyrore, na hiqen plazhet sikur na janë heqë në vite të tëra, pretendohemi një kthy asaj motos 35 vjeçare, ku ne vetëm vizitar në vendin tonë, ndërkohë që qeveria dhe shteti tret turista për me rrit popullatën që po të voglohen. Bravo! Projekte si këto për Sazanit, Sërnecin, Pishporon, Nartën dhe Vjosën, të ngjashme shumicën e atyre të zhvilluara në zonat tona bregdetare natyrore, dëmtojnë ekonominë, shkatrojnë natyrën dhe bëjnë vendin gjithnjëmë të pabanueshëm. Ato nuk do bëjnë punë. Lëvizja popullore të rreth për një Shqipëri të re. Veçanërisht ne si arkitekt kemi një rol të rëndësishëm në këtë projekt popullor. Mendoj se për ne si arkitekt ka ardhur koha të mos presim më që të bashkohemi vetëm kur na vi projekti gati për zbatim, është më tepër për jashtë, por të bëhemi fort pas thirrjeve të popullit
edhe të mbajmë vesh që të fillim të adresojmë kërkesat që tani sa janë në fazën e konceptit. Bravo! Ma në vë projektin për të filluar Shqipërinë e re. Zvërneti, nuk është vetëm Rjolli, nuk është vetëm Putripi, por ka shumë projekte në çdo cep të Shqipërisë që po grafitet toka dhe natyra shqiptare. Po grafitet ajo për cilët ne jemi shumë krenar dhe flasim me krenarim me të huaj, ajo për cilët mburremi sa herë që jemi jashtë shtetit, ajo për cilët parta ka luftuar shumë fort për ta mbajtur. Natyra, toka jonë. Absolutisht që ne duam shkëtimin e Shqipërisë, absolutisht që ne duam investime cilësore të huaja, por ne duam që të ketë transparent. Ne duam që këto investime të bëhen për të mirën e popullit, dhe jo për të mirën e një grusht të njerëzish, për të mirën vetëm qeverisë dhe të oligarkëve që finanцojnë e financojnë qeverinë. Unë do ju marr 5 minuta kohë sot për të folur për Rjollin. Aty është plaga ime më e madhe dhe është plaga e qindra e mira qytetarë, fshatarë të Rjollit, të cilët kanë 5 muaj që po luftojnë, e të cilët kanë luftuar me polici private, me policinë e shtetit. Unë verifoj, është pjesë e konventës Ramsar, që mbrohet në bazë të konventave ndërkombëtare ku shteti shqiptar ka marrë pjesë, dhe normalisht në bazë të atyre konventave aty nuk do të ketë asnjë ndërtim. Fatkeqësisht aty po ndërtohen disa resorte, përveç resortit që po ndërtohet në tokën tonë, janë dhënë edhe leje për 2 resorte tjera që pritet në moment që fillojnë. Është edhe një resort tjetër që po ndërtohet pranë Ranës Hedhur, që të gjitha këto janë në kundërshtim me ligjin e zonave të mbrojtura. Ndaj anullimi i ligjit të zonave të mbrojtura do ishte një shpëtim i mirë i natyrës në komplet zonën Ranë Hedhur, Paks Rjoll dhe Belifoj. Ne jemi akuzuar shumë herë që po mbrojmë vetëm pronën tonë, është problemi jonë, se prona është vetëm e jona. Jo të dashur qytetarë, ne nuk kemi mbrojtur vetëm pronën tonë. Ne kemi mbrojtur natyrën që me shekuj me radhë kanë mbrojtur çfarë tanë. Ne kemi ngritur zërin për gjithë shpend dhe për gjitha gjallësat e mirësinë që jetojnë në Rjoll. Ne fatkeqësisht nuk kemi flamingo, por kemi 180 shpend që shtektojnë në Rjoll. Dhe Rjolli është një ekosistem shumë i rëndësishëm i Bashkimit Evropian. Ndaj do ju bëja një thirrje shumë fortë eurodeputëve, duke qenë që janë pjesës GRIP që mbrojnë mjedisin, që kur të shkojnë në parlament në Bruksel, të ngrenë zërin edhe për Rjollin, të ngrenë zërin edhe për Putripin, të ngrenë zërin për çdo cep të Shqipërisë që po plaçkitet e po gravitet nga kjo qeveri dhe kjo klasë politike. Ka bërë dhe diçka tjetër shumë interesante ata të resortit, sepse mendojnë që këta fshatarët nuk marrin vesh. Të gjitha lejet janë marrë me emrin Blue Board, dhe të gjitha lejet e të gjitha lajmet janë me emrin Blue Board, Rjoll, dhe çfarë ka bërë sot? I ka vendosur emrin resortin Bax Bay, për të shkëputur resortin nga e vërteta dhe nga historia. Ashtu si duan ta shkëputin ne nga historia e vërtet, mira vjeçare shekullare Rjollit, ashtu duan të shkëputin dhe të shesin ndërtime duke mohuar të vërtetën asaj zone. Por ka harruar diçka. Ne jemi pika atyre që kanë mbrojtur me gjaka të tokë, që ka respektuar natyrën, ne duke sakrifikuar cilësinë e jetës së tyre. Dhe ne nuk do i trajtojmë parëtar, nuk do i trajtojmë amanetin e tyre. Nuk do lejojmë që në tokat tona të ngrihen apartamente të oligarkëve. Absolutisht që dini mreti bëni pallatet, absolutisht që dini të gjenin investitor. Por kemi sjellur të respektojmë ato tokë, ashtu si që kanë respektuar të parëtar për qindra vjet. Ndaj nuk do lejohet as Edi Rama ta grabis, as Belita Balluku, e as Bashkim Ulaj. Pjesë e banorë të Rjollit do jenë aty sërish, sepse është vendosur sërish teli me gjëmba. Ndaj kam një thirrje, kushdo që mund ta bashkohet, do na japi më shumë forë për ta marrë edhe një herë tokën tonë
për të hequr delin me gjëpka nga toka jonë dhe për të kthyer ashtu siç i takon, një zonë e gjelbër, një zonë ku mund të jetojnë shumë planeta dhe shumë rikësi dhe jo vetëm kullat e bashkimundës. Kaptere! Ja, këtu jam kësheshi gjërimit. Kaptere o më ike? Ike ta prishin Terezin, ha? Ike, e le kopshin vetën. Gjo këtu. Dashur miq. Ju përshëndes. Po ngjosha këtë braçën. Ushtarin e kapterit. Braçën o? Mirë? E. Po ti e i mirë, që do ti nga të arrosh me këtë punë? Ti e alemet buri. Gjo tashi, braçja thot, në parlamentet braçja që institucionet nuk kthejnë përgjigje. Kështu thot braçja në parlament. Edhe ankohet qanë në parlament. Kurse sot, ke Carlo Bollino tha që ne kemi institucionet të shëndosha, çdoni në shesh. Tashi, braçja do na thushi gjo. Ajo e para është e vërtet apo kjo e dyta? Pres përgjigje.